kaloja tek poezia, të cilën e përmenda pak më parë, vetëm disa vargje do i them, të poezisë të shkruar nga Edgar Allan Poe, e cila është botuar në vitin 1900 para shumë viteve, por e përkthyer nga i madhi Fansilian Noli. Dhe thot, në një mesnatë të bezdisur, të këndoja i zalisur disa pralla dhe magjira të një shkence të harruar. Tek dremitnja i kapitur, befas vjen një e trokitur, me ngadale goditur për mi derë të odësime. Dikush thash është jashtë që troket në biderën time. Vetëm kjo dhe asgjë më. E mbaj mend fort mirë, ishte dimër i ftohtë i ngrirë, dhe në gjak shkrum të nxirr, urët shuheshin hi, desha të gdhij dita, se më kon nga librat prita, të më ngushëllonte dita për të lumturën Leonor, vajzë e rrallë dhe njerëzore, që i thon engjëjt Leonor, për mi dhe pa emër më. Këta janë vargje të Edgar Allan Poe, një poet fantastik. Po ti drejtori jep shumë shpirt, Një pros, po është një poezi që shumë e bukur, e cila ka një shumë e bukur është.